No, you don't need to drift. Kam larë tapetin brëm. Përfunduam në dyqan bicikletash që të marrim një Go! Not here, Alina. Well done. Kemi një lajm, do hapim një parukeri në Në cilin park të ngjan? The one that there was a massive slide. Sa e bukur. Nuk kalohet andej, Alina. Jo, mami, nuk kalohet atje. Se di. Come on, Alina. Jam zgjuar e bllokuar. Nuk e di, kam pat ftohtë natën apo më ngjiti Erioni, nuk e di, por flokët do t'ja tregoj nesër çfarë ka ndodhur me flokët. Po jemi mirë. Tani jemi përgati që të ikim për piknik me shokun e Roelit e Talinës. Kemi marrë tentën. Kam marrë çantën e shpinës, një tjetër me gjëra për të ngjyrosur. Roeli ka çantën me topin. Edhe do ikim. Është pak ftohtë tani se është mëngjes, po shpresoj. Hajde Alina. Që më vonë, se i mbaj syzet unë, thjesht që mos t'i mbaj në dorë. Më vonë do të jetë kohë e mirë, kështu e jep paktën diell. Hajde Alina. Ikim. Është diell, kam bajt koha shumë e mirë, gjynata në kohë e mirë gjithë të kohë. Edhe shikoni pak, kam larë tapetin brëm, e kam vënë këtu që të thahet, vetëm nuk është hequr kjo që ishte si slime, nuk e mbaj mend që për vitin e ri, sa e kam bërë me klor, me 1.000.000 gjëra, nuk është hequr, po është okej, iku pluri të paktën. Edhe një super qiell blu. Qa ke ti me? Pse? Nga që s'kam zë. Mami Alina, o tent men. Edhe ecim edhe 1 minutë, më pak, edhe ulemi atje. Okej. Mund të ulemi te një stol më afër me parkun. Okej, ul. 10 minutes. Yes. Qeni shumë largo, Alina. Po nxjerr topin ti? Po ti ku je? Well done. Ngjyrose këtu te balli. She couldn't have like this today. If that dog doesn't come to us. I like cappuccino now. My Linda, you know, in my granny grandma's house, I have a It's a little bit heavy maybe. Oh, he did it. Yeah, that's it. If he knows how to stop now. Yeah, he's doing it. He Look, looks guys, very look happy. At Royal, look. Yay! Well done! No, you don't need to drink.
Does he play tennis anymore? No, just football. He likes football now? Tennis as well. I didn't sign up him because that time it was. With the stand. I lam qunat në duke loz. Do ikim tani se do tualet zonjush, Alina. Të marrë dhe unë një kafe me këtë rast. Shpresoj mos t'jetë mbyllur. Është kafe, mami, shpresoj, besoj që duhet ketë tualet, ta pysim. Nëse s'ka do ikim të tjetra. O, sa ko e mirë sot. O, sa ko e mirë. Ja dhe një hajs late. Që arova t'i thejët më bënd të ngot. Atje ku bie dhe dielli. Shikora e një biciklet që ka rënë atje. Atje të uj. E pe. Dikush do jetë rrëzuar, besoj. Mom, do you know that this is the deepest lake in the world? Actually, it's not, but people say that it is. Until they're not deep, but it needs to be deep. Hajde. Opa. Qa po hati, Alina? Cracker. Cracker. Edhe po dëgjon mësaqt, dëgjon mësaqt? Ai dëgjon mësaqt. Të pëlqen. Të pëlqen të rishe ullur këto. Look at Wow. Rejli po bën stërvitje, Rejli. You're pushing mommy. Where are you? Here. Eat. I'm watching, Alina. Okay, watch out, Alina. Do not look at me. Watch out. Do you need help? My God. I did it. That was the scariest deer I ever saw. Mom, send that picture.
my goodness. I told you those trousers were over there. Look at her. My God. Okay, come Alina. Get off, please. Yeah, I bet you can jump off the whole thing. Come on. It's gotta be another helmet. Me kujdes. Look. Is there anything else in the pot? Jo, është bosh. Do ta hapun atë? Ose Alina? Na nuk e ka marrë akoma. When is my birthday? Jo biçikletën, një dhuratë për Pashkë. Look. Është bosh. Look. Që në ka me që me thënjë të mamit. Zirë se ka dhe këtë gjërat që vendosen të krahët. Knee pads. How do you know that? I know the I name. kishte ato të Yeah, vetat I Alina. have them. So we call them knee pads. Gjetëm dhe këto të Alinës që nuk I kemi përdor asnjëherë. Edhe takat që I pijem I like it. Po thuajse. Mbaj drejt këmbën, drejtoj gishtin. Për pak fare. Oh. Si po hidheshe? Përfunduam në dyqan bicikletash që të marrim një bicikletë për Elin. Po, kjo mund jo, është e lidhur mirë, nuk bie. Po I marrim bicikletë këtu sa ajo që porositëm ishte kot fare dhe nuk punonin frenat. Pasi e montuam. A je I lumtur? Ha? Je I lumtur që na shpenzove gjithë ato lek? O, dëshuri. Can we go stick in the Oh no! Let me go this way. I'm going Oh! Një mi Alina, një. No. I want to be lost. Ku jeni futur? Not that way, mommy, no. All about you. Looking at the mirror, all about you. That means we're almost there. Hey, let me check the timer. The time is 9 o'clock. Edhe më tha mami vetë që ishte shumë bukur aty. Mommy, nothing visit. Oh, thank you. And where is Daddy? Ah, sa bukur. This, Daddy. Where? Can you see him? Shiko, do mbjellin pemë, kanë bërë parkun e ri. Is this where Freddy is? Oh, let's see. Mund të mbjellin pemë të gjithë, se kanë sjell pemë, lopata.
you're a small bee and you're trying to keep safe and away from birds out in the open, then they can follow a hedgerow and like duck into safety. Planting a hedgerow, so we're planting a mix of different species that are good for pollinators, that are native, they're all really good for birds to nest in, and they'll have fruits and flowers, so flowers in the spring and summer. And then push down with either the toe of your foot or the heel of your foot. That's really important because you've got a soft bit in the middle of the foot, your foot's arch, and that can hurt if you put too much pressure on there. So use the toe or the heel of your foot, whatever feels more comfortable. Push down as far as you can go, down into the ground, and then push the spade forwards, and then stand it upright, and then pull it back, and that creates a nice V shape. And then we can, once you've made your V shape, you can come over here and we can give you one of these plants here. So we've got a mix of plants, we've got honeysuckle, we've got some, this plant. Do you want to try some of these smaller ones? Cheating. I didn't take any picture of him. And then it's your turn, Alina. Go. When we're actually going to grab the tree? So the trees, because it's so Okay, hot, let the Rowell fruits do on the it tree again. Are going to dry out. Let so Rowell at the have a very turn last again. minute, they're currently sat drinking water in a bucket, and at the very last second, we'll take them out and put them in the soil. Make some space for him. Not here, Alina. Well done, Rowell. You've actually got quite a big pull, so I'm going to give you one of the big trees. How about that one? Well It's a done. beautiful field maple. Come on, Alina. Wait. Katie, let me take off. Wait, no. We don't take it off. Now should I take Wait. No, you push it and I'll take this off. Push it down. push it? Why does that tree keep on annoying me? Which tree? This tree. And this tree keeps annoying me. Okay, keep doing it. Doing my hair. Do të avim të gjithën, mami. Të gjithë dhe. So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9th one. Because I need to. 9th one is your tree. Can we go now? Because these girls are annoying me. Yes, well done. You did. Yeah, they made it so. Fairy tale. Yeah. Oh, too many kids. Alina, let's go with Fedi and Rowell. We can't see them. Yeah. Yeah, some should be good for sales. Shikoni pak flokët e mi tani. Modeli I ri. Kemi një lajm, do hapim një parukeri ne si familje se nuk bëhet ndryshe. Pse jo? Tani unë zakonisht I mbaja me shkallëzim. Që kur prepa baluket fillova t'i drejtoj. Edhe I kisha prerë për shpejt një nga herët që I presun shumë shpesh, për që vete pasqyra tani. Edhe nuk I kisha prerë shumë drejt. Edhe pastaj I thash Erionit me atë makinerin e vet që t'mi drejtoj, t'mi bëj drejt. Nuk e di si tek qysh duken. Nejse. Edhe si duket, kisha patur një fije unë këtu. Edhe I mori drejt nga aty. Dhe flokët e mi janë kaq tani. Janë të shkurtra, praktikisht janë të shkurtra. Nuk janë keq, janë shumë mirë, po thjesht nuk I doja aq shkurtra se I pres shumë shpesh. Po gjithsesi këtë javë që kishim pushim jam munduar që të mos përdor tharse ose pjaster, t'i pjastroj, kështu këto janë flokët e mi. Po, ja, do hapim një parukeri edhe unë pres me shkallëzim, baluke, modele, Rioni pret këtë modelin kështu drejt.
Zot i madh, nuk e di. Anyway, nuk janë keq. Tani unë do I le të thahen vet. Nesër kemi ditëlindjen e shokut Roelit. Ka pas ditë vonë duhet të rregulloj dhuratën që I kemi marrë prej shumë kohësh. I marr gjithmonë dhuratat shumë përpara në kohë. Edhe me shumë mundësi do t'i drejtoj. U bë më shumë se një javë që nuk I kam drejtuar, kështu që me shumë mundësi nesër do t'i drejtoj. Sot u kënaqëm shumë atje te parku që kanë mbjella të pemën siç e pat, e ofronte bashkia të gjithën. E restauruan, se ne kemi qenë më përpara tek ai parku, por e restauruan. Edhe kishin shtuar ca shtëpi drurje, kanë bërë shumë, duket shumë herë më mirë se sa ishte. Hamam. Edhe e kanë bërë shumë bukur, edhe është shumë kujtim I bukur që të mbjellësh një pemë aty dhe nëse kthehesh vite ose sa herë që shkon, ta kujtosh që është ajo e ka mbjell Alina me Roelin me shokun e vet. Ishte shumë gjë e mirë, prisje në radhë derisa të futeshin dhe gjithë mbjellnin nga një pemë aty ku kishin vendosur flamuj, edhe shpjegonin si ta bëje edhe të gjitha. Kemi ndënjur 4 orë aty, ashtu si edhe te pikniku atë ditë o zot, te camping me çadrën, po që janë kënaqur pafund. Thjesht aty nuk ka kafe afër dhe kishte kapur koka, do me thënë jo për të marrë vetëm kafe, po edhe ujë, se mbaroi ujë, pavarësisht se është një rubinet në banjo që presupozohet ta mbajnë për të pirë, por nuk kam parë njëri që pi aty. Është një lavaman, do me thënë veçmas, edhe nuk kam ndërmend ta pi, përderisa thjesht nuk kam ndërmend. Edhe të marrësh një ujë ose një gjë, do me thënë duhet ecësh pak si goxha për të marrë, kështu që në orën 3 ikëm, erdhëm në shtëpi edhe kemi bërë banjo. Jemi të raskapitur, po ka qenë koha fantastike. Tjetra tani, se erdhi Alina edhe më kujtoi, ju kemi marrë bicikleta, ishte dhuratë për Pashkët. Nuk ishte I planifikuar aq shumë shpensim, se kushtoi një çik ajo bicikleta që morëm në dyqan, ajo që morëm në Amazon ishte më e lirë, por nuk funksionoi, nuk kishte frenat, kështu. Këto gjithmonë bëjnë festa Roel. This way. Erdhëm te ditëlindja. Jemi fiks në kohë. Prit për mamin Roel. Erdhëm. Shtype butonin. Zot e madh, po frynte erë. Ai ka bërë flokët. Njësh, vetëm njësh ka aty. Njësh. What if we get trapped in the elevator? You don't get trapped in the elevator. Mbaroi parti në kohën e gjumit. U kënaqë Roel. Qa ka brenda të shikoj pak? Si no, more? Hajde se erdhi autobusi. They're enjoying our time. Oh my god, mommy. Maybe it's soaking wet. Wait. Sapo erdhëm nga Turku. Edhe kemi marrë gjëra të mira, se kështu gjëra shmeren te Turku. Edhe kam shumë kohë pa bërë supermarket haul, se si supermarket është. Edhe do t'ja tregoj tani. Ka ftohur koha sot, po binte shi edhe kemi ndezur kaloriferet, se kishim gjithatë kohë që I ndisnin vetëm në natën, se ka bërë shumë ngrohtë
toko, kështu që fillojmë. Do më shikoni kështu. Roeli veshe rrobat. No, ke të tjera, mami. Ora nga këto qepët janë shumë të mira për gatim. Hello subscribers. Ik tani vishu. Mora prap ullin, upsi, si që në kanë hapur këto. Që të shme. Edhe të marrë një, se janë shumë të mirë. Okej. Qepët aty. Që në ka putur ajo. Kova. Janë super të mirë. Nuk e di sa bëjnë këto. Nuk mora as faturën. Se zakonisht e marrë kur dua të tregoj çmimet për vlog, por e harrova. Kështu që do ta lej aty. Kemi marrë uthull për sallat, uthull normale, rushi do me thënë. Edhe cheers, Golden Eagle. Të foste frigoriferi. Ishin shumë të lira, 89 pi më duket. Dhe 99 ishte B52-shi, o 82 qa është ajo. Kam marrë, boj vezësh, por është për vezët e kuqit, që do i ngjyrosin për pashk të dielën. Nuk e di se si, qa gjuhë është kjo, si do e përdor, po thot 1.5 litër, 700 ml. Po luftojmë Alina me Relin. Po ndjej një qese që përësohet. Edhe mora 2 copë, është për 20 vezë. Nuk kishin pluhur, kishin vetëm kështu që është e lëngshme. Shpresoj të dalje e mirë. Dhe vendos të të erzat, që të mos e ngatroj se harroj. Mora nga këto pene, thot që janë greke, e thot, do me thënë shkruan edhe greqisht. Mora këto thjerëzat në ngjyrë kafe, thot, ngjajnë shumë me ato jeshilet, po thash ti provoj, nuk kam provuar këto ndonjëherë. Këtë çajin Luiza është grek dhe nuk kam një gjë në memorie që më thot që atje përdornin për të humbur pesh. Nuk jam e sigurt. Gjithsesi është çaj bimor, mbaj mend që ka aromë shumë të mirë, në mos gaboj, por kur ta provoj do t'ja them. Po thoja, po këtë femërën te supermarketi jon tani që erdhëm përballë. Bukë për tos, kjo është e preferuara ime, është e zezë dhe ka mix farash brenda. Morëm rusht të thatë, të zi, hudhra, patligjan, në fakt janë, mund bëhen dhe të mbushur këto, po të mbushur, okej, as të skuqur që dua t'i bëju nuk i haj njeri, po të skuqur më pëlqejnë shumë, me hudhra sidomos, që i pashtu. Mora ginger, sepse te supermarketi që kam këtu i gjej të paketuar në copza të ndara dhe nuk është se më pëlqen shumë. Kështu që atje mund ta merrja kështu me file. 2 djath tosti, se sallam kemi, po djathit ishte mbaruar. Mora nga këto sallatorët, kastravecat janë jo shumë të mdhenj, se dukeshin nga aroma fantastik. Të i mori Roeli. Ajde do i hajmë kur të kemi Big Brother final. Ose që sonte mbase. Mora këtë ketchupin, që nuk e di se pse zgjodha, se që shkruante, nuk e di, por më duket nuk po shikoja atë ketchupin që marrim gjithmonë.
edhe mora këtë. Ara, si në kanë baruar. Bajame kemi akoma këto pakot e mdha. Qa po bën Roel? Janë shumë të mira. Kanë edhe sasi goxha. Edhe kam marrë dhe këto kuskus. Janë të kësaj firmës Misko që ka dhe makaron, por janë kuskus. Bëhet shumë shpejt edhe shumë e shëndetshme me perime. Kam akoma buk me fara edhe buk me ullin. Të dyja, nga që tani është ora 6:05 ditës, edhe ishin me ulje te supermarketi që kemi përballë. Nga që janë të ditës së sotme, po do vendos të akulli njërën. Nga 2.30 ishin 1 pound. Po janë nuk ishin të mira, të buta, shpresoj të jenë të mira. Tani, kemi akoma se unë në fakt shkova për mullirin e vjetër, për kafen, edhe mora 2 pako. Mora këtë, që ishte greke prap, është kështu salcë tomatesh, duke shumë e freskët nga pamja, nuk e di si do jetë, por besoj që e mirë do jetë. Mora këto turshit, janë me lule lakër, karot, kastravec, besoj se kaq, edhe nuk e mbaj mend sa ishin, por besoj që do jenë të mira. Morëm këtë djathin, kemi pas marrë dhe herë tjetër, nuk mbaj mend një ngjyrë blu apo këtë, ka 1,5 kg brenda, djathi bardh. Edhe mora kompost të pjeshke, unë vdes, nuk e di domethënë, kam shumë qef. Edhe se zakonisht janë shtrenjta këto, kjo më duket se ishte 2,5, po është kavanoz goxha i madh domethënë. Edhe morëm vezë të bardha që ti ngjyrosi me atë bojën e kuqe për pashk. Shpresoj që të mos jetë thyer ndonjë edhe të funksionoj ajo boja domethënë.